Zotohem se çdo ditë të këtij mandati do të jetë ditë pune. Mos harrojmë ideat tonë që sot mbahen padrejtisht në Hagë, Hashim Thaçi, Kadir Veseli, Jakub Krasniqi dhe Bashkëpunëtorët. Ne do të vazhdojmë të mbështesim me dinitet, me zë të qartë dhe me besimin se vërteta e luftës sonë shkrimtare do të triumfojë. Të kryetarit të komunës. E ftoj kryetarin në fakturë për leximin e vetimit. Urdhëroj zoti kryetar. Unë, Samir Rështaku, betohem që të t'i kryej detyrat dhe të ushtrej kompetencat e mia si kryetare i komunës së Skënderajit me nder, besnikëri, në mënyrë të pamshme, me ndërgjegjje dhe me pajtim me ligjin, në mënyrë që të siguroj kushtet për një jetë të qetë për të gjithë. Faleminderit. Të nderuara familje dëshmorëve, invalid e veteran të luftës së ushtrisë shëndetare të Kosovës, gjeneral luftës, deputet, antar të Kuvendit Komunal, përfaqësues të institucioneve, qytetarë të Skënderajit, të nderuar të pranishëm. Sot qëndroj përsëri para jush me nderin më të madh që mund t'i jepet një birit e kësaj trupe. Besimin tuaj për udhëheqjet e Skënderajit, qiellën e çdo lëvizje për shërimin e Kosovës dhe vendi i cili u ngrit me gjak e mund të sakrificë. Para se gjithash për ullin me respekt me të thellë para sakrificës së brezave që kanë bërë mund për këtë ditë. Për ullin para emrit madhështor të komandantit legjendar të UÇK-s, Adem Jashari. Për ullin për ti e rejtë, dhe gjatë dëshmon që me gjakun e vetë vullosi themelet e lirisë. Sot nuk jam këtu vetëm për të kujtuar të kaluarën, por për të mbajtur gjallë amonetin e saj. Ne kemi obligim vazhdueshëm aty ku ata e lanë në punë, në përgjegjësi, në vendosmëri dhe që nuk dorëzohet kur. Të nderuar qytetarë. Vendi ynë sot nuk përballet më me luftë frontale, po përballet me sfida të reja, sfida të zhvillimit ekonomik, të arsimit, të shërbimeve infrastrukturore dhe të barazisë e drejtësisë shoqërore. Kjo sfidë kërkon punë të palodhur, vullnet të hekur dhe lidership guzimshëm. Unë ju garantoj se do të jem kryetari çdo qytetarit, pa dallim bindjes politike, familjare apo shoqërore. Në këtë ditë solemn e kam edhe një obligim moral të mos harrojmë ideat tonë që sot mbahen padrejtisht në Hagë, Hashim Thaçi, Kadir Veseli, Jakub Krasniqi dhe Bashkëpunëtorët. Ata që kontribuan aq shumë për lirinë që sot gëzojnë, meritojnë drejtësi nga ky proces. Ne do të vazhdojmë të mbështesim me dinitet, me zë të qartë
dhe me besimin se vërteta e luftës unë shtririmtare do të triumfoj. Të dashur qytetar, mandati që ma keni dhënë nuk është privilegj, është barë, e shenjtë dhe unë marrë përgjegjësi plota. Zotohem se çdo ditë të këtij mandati do të jetë ditë pune, ditë përgjegjësie, ditë rezultatesh. Zotohem se Skënderaj do të bëjë qytet të zhvillimit, të pastërtisë, të xhexhbrimit, të sigurisë, rendit dhe mundësive për rinin tonë. Edhe një herë, musafir të nderuar, ju familjet dëshmorëve, invalid, duhet që t'i falenderoj përmes jush gjithë qytetarët e komunës tonë dhe duhet që t'i përshëndes dhe t'i falenderoj shokët e mi këtu, bashkëpunëtorët e mi që janë këtu pranë. Duhet t'i falenderoj miq dhe shokë që kanë ardhur edhe nga diaspora që sot janë me neve, që ta ndojnë të gëzim bashkë me ta. Po du mi përshëndet shumë dy burra këtu me pjesë, që i falenderoj dhe i respektoj shumë. Falenderoj shumë që sot e në neve. Falenderoj shumë qytetarët e komunës tonë.